ty. Prandaj nuk duhet të përfshihem në një grindje tani. Ej, voglush, ti më parë më shtyve enkas mua. O jo, ai Gjori është në telashe. Dhe është në gjendje të shkëlqyer. E mrekullueshme. Është merit e Duvalit që e ka ruajtur mirë. E po gëzohem që dikush e pranon këtë gjë. E shikon se na ka katandisur? Pas dite me gjitha të shi, ordhi piratës të egër vinin dhe na sulmonin e. Kanë provuar në çdo mënyrë të mundshme për të marrë anijen, por edhe pse i ngatët nuk kanë hequr kurrë. Ishe me vërtet i mrekullueshëm. Duhet të kenë qenë përballje mizore me që ta kanë katandisur. Për këtë, dhe ta di se unë nuk të kam thënë ende gjithçka. Një ditë të bukur erdhën ata dhe Këtu ishte Nami. Atëherë tani më thuaj se ku është? Ku është? Me që pati pak kohë, shkoi në qytet për të përmesur. e mia nuk të interesojnë mate. Nami po bën pazar. Nami po bën pazar. Nami. I katërt i ka ardhur Azopi 3 ditë më parë dhe ai ka shkuar në qytet. Edhe më pas u shfaq mes nesh edhe Çoperi. Në ndonjë vend duhet të jetë edhe Bruku që ka vendosur të bëjë një koncert. Më fal si the? Tani ka filluar të bëj koncerte. Edhe më së fundi sot ke ardhur ti. Dhe kështu duke ju numëruar të gjithëve jeni 7 që ndodheni në vende të ndryshme në këtë ishull. Apelit i mungon vetëm Raberi dhe Niko Robin. Rruga për të ardhur deri këtu është vërtet një sipërmarrje pamundur. Nëse vërtet keni mundur të takoheni të gjithë, atëherë jeni një grup i jashtëzakonshëm. Ashtu është. Me qëra fjala qarkullojnë zëra se ti ai që e ka stërvitur Raberin. Vëbast është bërë shumë i fortë. Unë kam 6 muaj që se kam parë. Jam shumë kurreshtar të di sa është rritur. Po, edhe unë. Po pra? Po kush e di se sa do t'jetë rritur bukuria ime, Nami? A je mirë ti? Ej, ti, po çfarë ke këtu? Rrini të qetë. Është thjesht një rënje e tensionit. Më ndodh shpesh fatkeqësisht. Po kur flas për Namin, gjithmonë emocionohem. I ka qenë të formën e zemrës. Jam bazim! Ata piratët do përfundojnë duke vrarë njëri tjetrin. Mendova se do të qetësoheshin pas dukesit mikrobartit. Në fakt është e kundërta. Ishulli është bërë një vend pa ligje. Dhe këtu po zbarkojnë pirat nga të gjitha anët. Wow, po atëherë, ky është një vend i rrezikshëm. Edhe ngulit e mirë në kokë. Ta di se unë jam ai që do të shtyp mjekërziun.